koincidencat, as i lidhje s'kan ato. Nuk kanë lidhje. Tani, themi të vërtetën, po ta bënte Partia Socialiste, i cili e ka atë shpirtëror dhe ka lidhje në krim me nomenklaturën e Edi Rama, edhe mund të shkon të menja, po jo, s'ka asnjë i ratë dita që duhet bërë, dhe është dita e fitores. Kjo ditë është i shtytje, kjo një datë është i shtytje më e fuqishme akoma për demokratët për të fituar me datën 11 maj. Pyetja e dytë ishte, pyetja e parë ishte e dyta. A keni një parashikim se sa mandate merr opozita 11 maj? Siç e kam theksuar, unë nuk jap kur përqindje dhe numra, sepse unë nuk jam profet. Nuk marr rol profeti. Ajo çka bëj unë, dhe po përpiqem me gjithë forcën time, të siguroj një mbështetje madhore kombëtare të qytetarëve shqiptarë dhe ndërkombëtare për fitoren e 11 majit. Dhe besoj se këto janë evidente. Janë evidente. Ju shihni entuziazmin që ekziston dhe optimizmin e lirshëm që ekziston sot në Shqipëri. Ju e keni konstatuar dhe konstatoni super entuziazmin që ekziston në shqiptarët jashtë vendit për këto zgjedhje. Ju dhe gjithë shqiptarët e parë e morën vesh qëndrimin e prerë të komunitetit ndërkombëtar, vendosmërinë e tyre për të mbështetur me të gjithë potencialin që kanë votën e lirë të shqiptarëve. Këto mund të them. Fushata surprizë, po nëse se thuhen surprizat sot, atëherë, për ato janë jo. Edhe problemi është se çifti dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon